Kjo video të ka gjetur sepse trupi yt ka nevojë për shërim. Por për ta aktivizuar shërimin, së pari duhet të riprogramojmë mendjen tënde për shëndet dhe mirëqenie të plotë. Lejoje veten të krijosh realitetin tënd me ndihmën e Allahut dhe me vullnetin e Tij. Është koha të zgjedhësh me vetdije jetën që dëshiron dhe të përputhesh me shëndetin që Allahu ta ka dhënë si dhuratë, si amanet. Gjithçka fillon nga ajo që mendon. Mendimet tona me lejen e Zotit krijojnë realitetin tonë. Nëse dëshiron të ndryshosh jetën, fillo duke ndryshuar mendimet e tua të brendshme, ndërgjegjen, duke I mbushur ato me lutje, me dhikr, përmendjen e Allahut dhe me afirmime pozitive të bekuara. Besimi yt me lejen e Allahut mund të të shërojë. Mendja jote ka fuqinë të ndikojë në trupin tënd. Kur e liron nevojën për të kontrolluar se si do të ndodhin ndryshimet, ti dorëzohesh tek Allahu dhe hapesh për të pranuar shërimin, bekimet dhe gjërat e reja që ka për ty. Të kesh një trup të shëndetshëm është e drejta jote që nga lindja dhe e drejta jote hyjnore. Është gjendja jote natyrale, ashtu siç të ka krijuar I Madhi Zot.